Këshilli i Ministrave ka shpallur 10 zona zhvillimore në territorin e Bashkisë Maliq në kuadër të programit kombëtar Paketa e Maleve. Zonat përfshin njësitë administrative Maliq, Libonik, Pirk, Vreshtas, po janë Moglic dhe Gor, duke mbuluar një sipërfaqe totale që shkon deri në 1775 hektar në zonat kryesore. Këto zona synojnë të krijojnë mundësi të reja për zhvillimin ekonomik, industrial dhe turistik, duke mbështetur iniciativa dhe projekte që kontribuojnë në rritjen e punësimit dhe përmirësimin e mirëqenies së banorëve. Në një farë mënyrë ne kemi përfshirë të gjithë territorin e bashkisë, pjesën malore, që të jetë i hapur për gjithë ata që kanë aplikuar deri sot apo ata që do të aplikojnë. Pastaj hapat e tjerë janë të mëvonshëm, do të ketë një plan biznesi, edhe e fundit duhet të ndajmë mirë toka e kujt është si është, se kjo është kryesorja, s'duhet të jetë tokë e të tjerëve, nuk duhet të jetë tokë shtet, nuk duhet të jetë tokë me pronar, por duhet të jetë tokë që ata vërtetojnë apo nuk ka mbivendosje me pronarë të tjerë të cilët krijojnë probleme pasaj dhe nuk përfiton dot. Përmes këtij programi pritet të nxitet investimi në zonat malore dhe rurale, duke i dhënë një shtysë të re zhvillimit lokal dhe potencialeve natyrore e ekonomike që ofron Bashkia Maliq. Autoritetet vendore e konsiderojnë këtë një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe një mundësi shtesë për rritjen e standardit të jetesës për komunitetin.